الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. Padyshim që njeti është kusht për vlefshmërinë e të gjitha adhurimeve në Islam. Siç thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Çdo vepër vlerësohet apo është e vlefshme në bazë të niyetit që e ka dhe secilit njeri i përket ajo çfarë ka për qëllim. Dhe niyeti, siç e përmendin dietarët, është dy llojesh. Po niyeti i veprimit. Kjo është sfera apo fusha ku flasin fuqaha dietarët e fikut islam, Allah i mëshiroj, do thotë është niyeti i cili ty ta bën të vlefshëm veprimin. Pa këtë niyet, vepra yt, akti yt i adhurimit nuk është i vlefshëm. Pra Allahu nuk e konsideron si të vlefshëm. Dhe niyeti i dytë, lloji i dytë i niyetit është niyeti, do thotë qëllimi për kë po e krye atë vepër. Dhe pikërisht për këtë niyet do të flasim dhe kjo është ajo që ka të bëjë me shkencën apo me rrafshin e tauhidit, njësimit e Allahu subhanahu wa taala. Pse? Sepse kjo ka të bëjë me sinqeritetin e njerit, me ikhlasin e njerit. Marrim shembull praktik. Për shembull, kur ti dëshiron të lahesh, ta lash trupin nga xhunullaku dhe e bën niyet një gjë të tillë, kjo quhet niyet i veprimit. Pa këtë niyet, kjo vepër nuk është e saktë. Megjithatë, nëse njeriu gjatë ghuslit, pastrimit të trupit e tij e bën niyet afrimin te Allahu subhanahu wa taala, zbashku me niyetin paraprak, pra në shenjë bindje ndaj Allahu subhanahu wa taala, atëherë pikërisht kjo është niyeti, siç tham, lloji i dytë i niyetit. Për kë po e vepron atë veprim? Për kë po e bën atë adhurim? Do thotë po e bën vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, që të afrohesh te Allahu te baraka wa taala. Llojin e parë e kanë të gjithë muslimanët, padyshim. Ndërsa tek lloji i dytë padyshim që këtu ka ngesje të mëdha dhe ka shkujdesje të mëdha. Do thotë ne tregohemi të shkujdesur në këtë pikë dhe nuk e sjellim ndërmend se gjatë kryerjes së adhurimeve ta bëjmë niyet që ne me to të afrohemi te Allahu subhanahu wa taala. Pra zakonisht ne i kryejmë adhurimet nga aspekti se jemi të obliguar të kryejmë ato nga Allahu subhanahu wa taala. Pra e bëjmë niyet të kryejmë ato në mënyrë që vepra jonë të jetë e saktë, vetëm kaq. Dhe padyshim që kjo është mangësi. Në shumë ajete të Kur'anit, Allahu subhanahu wa taala kur i përmend veprat e besimtarëve të mirë, çfarë thotë? Për shembull ajeti "Walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim", dhe ata të cilët kanë duruar për ta kërkuar shikimin e fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, pra për ta kërkuar xhenetin, shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu ajeti tjetër në surën El-Lejl, ku Allahu thot illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Kur e përmend shpenzimin e pasurisë nga besimtari i devotshëm, thot se këtë nuk e bën për asnjë qëllim tjetër. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, veçse për ta kërkuar fytyrën e Zotit të tij më të lartë. Po ashtu ajeti tjetër kur thot Allahu subhanahu wa ta'ala yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Ata kërkojnë mirësi nga Zoti i tyre, por nga Allahu, dhe kërkojnë që ai të jetë i kënaqur me ta. Pra, kur ne ti kryejmë adhurimet, ne duhet ta sjellim ndërmend se ne po i kryejmë adhurimet duke e zbatuar urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse kemi këtë ndjesi në zemrat tona, në shpirtat tona, atëherë pra se ne po i kryejmë adhurimet duke e zbatuar në praktik urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë padyshim që rezultatet e kësaj do jenë të jetë të mëdha, të jetë madhështore të mira. Ajo është se kjo do ta shtojë imanin tënd. Do të rritet imani. Provoje këtë dhe do ta gjesh. Do ta gjesh kënaqësinë e imanit. Por ky është ai lloji i dytë i niyetit që e përmendëm më lart. Ndryshe ka ai person i cili adhurimet i kryen, mirë po është i tërësisht i pakujdesshëm ndaj këtij kuptimi madhështor. Çfarë do ndodh me këtë njeri? Pas një kohe, adhurimi i kthehet në shprehi dhe në traditë. Pra për këtë arsye dietarët thanë se niyeti është dy llojesh, niyet i cili ta saktëson veprën dhe niyet i cili ta bën veprën vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe që në të mos ketë hise askush tjetër përveç tij te baraka wa taala. Pra ta kesh si niyet si qëllim vetëm afrimin tek ai subhanahu wa taala. Dhe padyshim që kjo e fundit ka pozitë më të lartë se sa e para.
sepse e para vjen natyrshëm. Pa tjetër se secili njeri i cili vepron diçka ka si synim para prag dhe nuk mund të paramendohet një vepër pa njet. Pra çdo kush i cili ndërmerr një veprim, veç se e ka bërë njet atë. Saqë disa dietar islam kanë thënë se sikur Allahu të na obligonte me ndonjë veprim pa njet, pa synim, pa qëllim, pa objektiv në të, atëherë kjo do të ishte ngarkesë me diçka që nuk mund të përballohet. Megjithatë, pozita do thotë më e lartë, më fisnike, është ajo e dyta, pra që njeti të bëhet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur ta bëjmë veprimin, ta bëjmë vetëm me niyet që të afrohemi tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është ajo e cila na mungon neve sot si musliman. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.